Përshëndetje miq të dashur. Po shkojmë me në radhës, sepse Besnik Tahiri tha sot shpëtoi Kosova prej Albin Kurtit. Ai tha për Albin Kurtit, po çaty e tha, çaty e silli. Kështu që shkojmë të ngojmë Lau Konjusën se çfarë thot për Ramush Haradinaj, lutem. Se mas mirë ti di me tregu këta, se na me që tregojmë çka shohim, për ta janë mbrana në fushë. Ta di me na tregu shumë mirë. E të tregojmë prap përsëri Besnik Tahirit se kush janë këta, kush janë kon, dhe çka kanë bërë. Shkojnë miq. Jo, mendoj që zoti Haradinaj personalisht i ka shumë punë të keq me korrupsionin. Zoti Haradinaj i pas ka shumë punë të keq me korrupsionin. Zoti Besnik Tahiri, nëse ndëgjon këtë video, kisha pas dëshirë më fi përgjigje. Se dashë më borshe më herët. E ndalu më Albin Kurtin, sikur ky është për Serbisë. Kur populli javë ka dhonë 51.1% votave, e ju javë ka dhonë 60%. Po të na kanë thonë fjallë pëllore, a i myti këshirë me të mytë. Pa ja që s'po i dhejtë. Të ngojmë i që dashër, që apo dhëtë, se unë nuk e di që atë ma shumë. Edhe mendoj që shumë segmentet të qeverisjes së tij, të mandateve të kaluara, është shumë e mundshme me përfundu në prokurori. A pesheni miq të dashur pse peçojnë vënë në zgjedhje? E kanë çunë fakt. A peshe pse tutin këta miq? Pse ku kanë hallën? Nuk e kanë hallën që Albini i ka 50%. Pik 11. Po jo. Kjo biroja për konfiskimin e pasurisë. Këtu e kanë këta probleme. Kjo është miq të dashur. Kjo javë ka kollë shpirtin, javë ka djeg shpirtin. Edhe kanë votu se s'kan pas share. Se kishte nuk populli prap. Pse s'pe voton, për çfarë arsye s'pe voton? Kjo është që po e djeg miq të dashur. As ti sen nuk ka tërsen. Po mas mirë ti pe tregon Lau Konjusa. Shkojna miq. Kështu që zoti Haradinaj është mirë me shpenzu me vetveten më shumë kohë se ç'është do t'ja bëj, lidhur me këto probleme shumë të mëdha, se sa mu marrë me qeverin Kurti. Bravo. Ja pro, kjo është ajo që po folin rregullisht në. Për me qeverin Kurti nuk ka kush ka merret, se ata merren vet. Ju do të më marrë me AKN. Do të marrë me ato probleme që a keni bo për 20 vjet, që i zbulu krejt. Sepse ju keni kujtuar që nuk zbulohet sen. Ju keni kujtuar që ju keni me udhëheq 20 vjet. Domethënë 20 vjet plus të njëjtën pa ja prish kërkush Terezin. Ja, bre, s'ka në ashtu. Kjo është ajo fjala popullore që kundish ec, mi uj, po. Dikur mbytet. Harami për set. Njerë do këtë i mirë, a mu harami për set. Albin baba thot, malli huj, zbati joti. E këtë fjallë edhe ka unë të vajgjinit e thoi njësaj. Lakmia Peprishka djale bab. Ka unë jo në thënë, lakmia prish edhe gurin, se lemo njerin. Aja, kjo miq të dashur. Shkojna. Beson që nuk kom i dalë koha shumë më marrë me qeverin Kurti. Pajtohen plotësisht. Gjoni vetëm shpjegimet edhe gjetit që i ka bu Ministri Financave për pagesat astronomike, duke i manipulu shifrat milionëshe për shpronësime të tokave, dhe kjo është ballë për me të tregu për zotin Haradinaj. Besnik Tahiri, fort kisha pas e më përgjigj, a monit kohët. Kjo është shefi juj, i partisë. Tash kur shefi juj
ka vjedh, ka marrë tokë, ka 3 herë, orin, ju tjerë që këni mujtë me bo. Tërkona pak ju lutëm, se ju e dini mas mirë. Ja ju e një, ata, që e qudë verin zgjidhje. Gjithë kjo, pëtë kjo, kjo. Gjithë ata që kanë vjedhë, gjithë ata që kanë shqitë tokë të Kosovës, gjithë ata që kanë dosh prapë me dhonë tokë Kosovës. Lidhë kjo është atë më të fshatra, pëtë kjo jathë kena kanon Rankovici, ku në ona jame, ju e dha qakorën, që me konë tokë e bobës. Nëse mon men, Rambo ja pasti artën në goj, djallë të Ermes, për qakorë që ju e dhatë. Po le, atem, qka po thot, a pe kupton qka po thot, inderum. Vesh mos të deli me thonë që po gënjen, glauku, se këtu e në fakte, se unë kam dhe tjera fakte. Shkujna miq? Pra, nuk menaj që absolutisht është njeriu ma kredibil për me e përmend e ka të shpesh fjallën korupcion. Pa të ndusht në rojtë dhe Zotë Haradinaj. Zotë Haradinaj ka qenë i vetë në qeverisje. Ka qenë bashkë qeverisje dhe Zotë Haradinaj së më marë përgjësi për ex-ministra, caktun. Zotë Haradinaj mundet me na kritiku për do aspekte tjera, por për korupcionin absolutisht nuk menaj që është kredibil. Zero. Për korupcion, zero. Sepse i ka durët e pastërta. A kanë bo gabime? Bojnë gabime. Ama diçka miq, i pa gabushëm është veç Zoti. Ama jo gabime, përfitime. Gjatë rrugës, unë vetë bëj gabime në shpitë temë, së bëj gabime, hi nga garazh të bëj gabime, më ne e bo diçka sen, unë bjenë edhe thej, bëj diçka, ose harroj diçka sen, edhe që gabime. Ama jo gabime, përfitime, në gjithë. Ja fala 5 milionerë për pikë qefi. Shqirit i qëfar mlefi. Se dashë në dojnë fjallë të resë, nuk e thash. Një kryeministër ja fal 50 milion euro për qefi, kompanisë të ujtë. Jo ramësh. Këto shqitja dikuj tjetër, jo neve. Se nga 50 milionsh, një 10 milionsh ka hinë gjep ty. S'pako. Se nuk ka logika të qonë atë. Unë dëshmi s'kom. Logika të qonë atë. Po me gjithat, biroja të tregon. Ty e çdo kujna. Shkujna miq? As për me nëzonë goje. Sepse tash ai mund të thotë që nuk ka pas lidhje me këto procese. Por sepse ato dijet që kanë shku nëpërmjet një ministrie të caktuar. Patjetër. Por pavarësisht ku ndodh, nëse është e vërtet ajo që tha ministri Murati, Tekuran Murati, e unë i besoj precizitetit ti. Patjetër gjithë. Kur thot Tekuran Murati 43 milion euro, ai zakonisht është një person i cili fol me centa. Bravo. E kur një njeri i cili njihet për kaq preciz dhe kaq disiplinuar, sepse është edhe ministri i financave, ka gjetë shkelje, manipulime dhe fryrje të fakturave të shpronësimeve të tokave në autostradë me 43 milion euro. Unë menoj që njeriu më i shqetësuar në shoqërinë tonë do duhet të ishte Aram. drejtuesi i qeverisë së atërshme. Jo, unë menoj që A ndëgjut miq të dashur. Ja pse i gëzohet Tahiri, Besnik Tahiri, pse i gëzohet zgjedhjeve. Sepse këta mendojnë që populli nuk i di këto sane. Jo. Tash populli ka më ditë më shumë. Për bes,
tash populli ka me ditë senet ma shumë. E pikrisht për to, ju s'kini me kalu pragun, sepse kini po dëmë Kosovës. Ju le që kini bo, po s'pënali të i bo. Ju e qut prapë zgjedhje, edhe 10 milion tjera. Nuk e votut 200 milionëshin për mi ndihmu popullit Kosovës. A në parlament, sa ishin në parlament, jo, pse s'po ban. Kjo është miq okay. Për të kjeli njësoj, për këtë rast për flasim për akën. Ja pse i tutën Albin Babës. Miq të dashur, si gjithmonë, kush është tu, kush se ka bo like faqen, le të bën në koment pozitiv, se negativ i fshime në herë. Shpërndani sa ma shumë që të mbledheme, të bojmë një farë organizimi e t'ju kallëzojmë gjithve se kush është opozita. Kështu që miq të dashur, Zoti ju rujt, mirë pafshim të radhës. Respekt për secilin.